Ja si do t'jetë iOS 27. Ditën e djeshme Apple organizoi eventin e përvitshëm WWDC, ku u prezantua iOS 27 dhe gjithë sistemet e tjera të Apple. Por si do t'jetë iOS 27? Më në fund duket se Siri do t'jeti dobishëm. Tani do t'quhet Siri AI. Do t'ketë dhe një aplikacion të vetin ku do të ruaj bisedat që do të bëj me ne. Mund të bëj detyra komplekse, si për shembull ti kërkosh info, pastaj ti thuar që ti ruaj në kalendar, atë event të ruajtur t'ja nisësh dikujt e kështu me radhë. Pra do me thënë kupton kontekstin e asaj që po flasim. Tani editimi i foto me AI më në fund është një nivel më të lartë, jo si që jemi mësuar. Heqet objekte më në fund tamam, smart reframe pra të vendosim nga cili kënd kapet fotoja jon edhe pasi është shkrepur, dhe expand të imazhit, pra nëse na duhet një imazh më i gjerë, çdo gjë që mund të bëjmë përreth e bën AI. Por derisa ta provoj, nuk e besoj. Dhe një lajm i keq. Këto opsionet momentalisht do të jenë të disponueshme gjeni ku? Në Amerikë. Për në Europë duhet presim prap. Te aplikacioni i kamës do t'jetë dhe modaliteti iri i Siri, ku për shembull mund t'i bëjmë foto ushqimit ton dhe Siri do t'na japi vlerat ushqyese që ka. Gjithashtu iOS 27 do e bëj telefonin ton 30% më të shpejt. Liquid Glassi që u prezantua vjet tani mund të modifikohet më pak apo më shumë. Do të kemi dhe një ndryshim të ikonave. Tani do t'jem praktikisht në stilin Liquid Glass, pra me atë efektin xham. Por cila telefona do të kenë iOS 27? iOS 27 do të jeti suportuar nga iPhone 11 e lartë. Eventi i këtij viti nuk ishte ndonjë gjë wow. Ndryshime me të vërtet të vogla. Të shohim se çfarë do të bëhet.